Bashkia Vlorë nënshkruan Kartën Evropiane për Barazinë Gjinore, një hap drejt përfshirjes dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Bashkia e Vlorës ka ndërmarrë një hap të rëndësishëm në drejtim të barazisë gjinore, duke nënshkruar zyrtarisht Kartën Evropiane për barazinë e grave dhe burrave në jetë vendore. Ceremonia u zhvillua në datën 23 qershor në praninë e përfaqësuesve vendor, organizatave të shoqërisë civile, përfaqësuesve të universiteteve dhe institucioneve publike. Në fjalën e tij, Michele Ribota, përfaqësuesi i Women në Shqipëri, u shpreh se nënshkrimi i kartës nga Bashkia Vlorë do të ofrojë një mundësi për të çuar më tej përfshirjen e barazinë midis grave dhe burrave në komunitet, duke fuqizuar ekonomikisht gratë, duke rritur pjesëmarrjen e tyre në vendimarrje dhe qasje në shërbime. Kjo kartë përbën një udhërrëfyes të rëndësishëm. Plani lokal i veprimit që do të hartohet mbi bazën e saj do të ndihmojë bashkinë të vlerësojë investimet e nevojshme financiare për ta bërë barazinë një realitet të prekshëm në rajonin e Vlorës, deklaroi zoti Ribota. Ai theksoi gjithashtu se Women, në kuadër të programit Bashkimi Evropian për Barazinë Gjinore, do të vijojë bashkëpunimin me bashkinë dhe partnerët lokal gjatë këtij procesi. Inclusiveness that I think we should look at both on one hand as an outcome, as an end result, but also as a process. Gjithë përfshirjen do të shkojmë nga njëra anë edhe si proces përfundimtar, po edhe si proces. The charter and the plan will be an opportunity for you, for the municipality and all of the partners that work every day with the municipalities to see across the various aspects of life, if you think about economic participation, if you think about leadership and representation, if you think about the safety and security of women and girls in your community, it will be an opportunity to have those conversations and to see in Vlora how the municipality can continue to move forward in its efforts to make sure that women and girls can have an equal place and an equal participation together with men and boys in sort of contributing to the wealth of the community. Ndërkohë që flasim për kartën dhe për planin e veprimit, duhet të kemi parasysh se ai përbohet nga disa elementë, siç janë për shembull pjesëmarrja ekonomike, përfaqësimi në udhëheqësi, në leadership, si dhe siguria në komunitet. Ne duam që në bashkitë tona, gratë dhe vajzat të kenë një vend të barabartë me burrat dhe djemtë. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha theksoi se angazhimi i institucionit në fushën e barazisë gjinore është rritur ndjeshëm gjatë viteve të fundit. Ai vuri në dukje se bashkia është përfshirë në disa nisma që promovojnë jo vetëm barazimin mes grave dhe burrave, por edhe ndjeshmërinë dhe ndërgjegjësimin ndaj sfidave që prekin gratë dhe vajza në komunitet. Vjen mirë që sot jemi mbledhur në ceremoninë e nënshkrimit të Kartës Evropiane për barazinë e grave dhe burrave në jetën tonë. Është një në fakt nga ato momentet kryesore që ne shikojmë që barazia, sa i përket qoftë pjesa e prirardhjes apo përkatësisë fetare apo edhe përkatësisë gjinore, janë në një drejtim të vetëm, ashtu sikurse parashikon edhe Karta e Drejtave të Njeriut. Ne, si njerëz të angazhuar tashmë jo vetëm në administrime, por edhe në politikë që është shumë e rëndësishme, duam që të tregojmë që jemi të gjithë bashkë për një qëllim të vetëm, për të çuar të drejtat e njerëzimit të kompleksitetin e vetë dhe të zbatojnë ashtu siç duhet sa i përket edhe zhvillimit ton shoqëror dhe jo vetëm. Sot, siç e shikoni, jemi mbledhur në Bashkinë e Vlorës, ku mi presim këtë ceremoni domethënëse për nënshkrimin e kësaj karte që ne provojmë pak më lart, si një dëshmi angazhimit të thellë të Bashkisë Vlorës dhe të gjitha institucioneve qoftë lokale, qoftë qendrore, sa i përket avancimit dhe parimit të barazisë gjinore në çdo aspekt të jetës komunitetit tonë. Kjo në fakt është edhe në kuadër të asaj çka ne kemi kohë po luftojmë dhe duam plotësojmë gjithë atë kuadrin ligjor, duke prekur kështu edhe pritshmëritë e një drejtimi të vetëm që kemi ne, që është Bashkimi Evropian, që përveç se është angazhim, është edhe një detyrim që ne ndjejmë për të bërë gati në plotësimin e gjithë kushteve dhe kritereve për të qenë të denjë brenda familjes së madhe europiane. Patjetër që është një impenjim, po është edhe një rrugtim i qartë me hapa konkret, dhe kjo do të fillojë me hapin e parë që është shumë i rëndësishëm, që është edhe plani ynë vendor apo plani i veprimit për barazinë gjinore. Ky plan në fakt do të shërbejë edhe si udhërrëfyes në realizimin e gjithë atyre objektivave, duke u qartësuar edhe ne për të vendosur pastaj dhe për të caktuar prioritetet, masat konkrete dhe duke shtuar edhe me burime njerëzore të dedikuara për të shërbyer këtij procesi.
Nga ana tjetër, kryetaria e Këshillit Bashkiak të Vlorës Elpiniqi Mërkuri nënvizoi se barazia gjinore është tashmë pjesë integrale e diskursit publik dhe se përfshirja e saj në politikat vendore është një hap drejt ndërtimit të një qeverisje gjithëpërfshirëse dhe progresive. Organizatën, Bashkimin Evropian edhe gjithë qeverinë për një punë shumë cilësore në fakt që ka bërë në barazinë gjinore, edhe këtë neve ndjejmë edhe në Këshillin Bashkiak të Vlorës, në të cilin neve jemi rreth 25 gra dhe vajza, nga 51 antarë që jemi në gjithsej. Në gjitha institucionet shqiptare në fakt është bërë një punë shumë e mirë në ruajtjen e kësaj barazie gjinore. Mund të themi se ende jemi në një situatë ngërçi, në cilin në fakt roli i gruas apo roli i vajzave është një rol pak i vështirë në shoqëritë e sotme dhe forca e saj është një forcë që përballë një burri apo përballë një djali deri diku është përpjekur ndër vite që të ishte më e venitur si rol, por që sot në fakt zëri jon është një zë shumë i fuqishëm që të gjitha ne së bashku kemi kërkuar plotësisht të drejtat tona dhe kemi ngritur zërin plotësisht në të gjitha nivelet e qeverisjes vendore dhe lokale për ta përfaqësuar sa më mirë rolin tonë. Me këtë nënshkrim, Vlora i bashkoi një rrjeti prej 2043 bashkish nënshkruese të kartës në 36 vende evropiane, përfshirë 19 bashki shqiptare, që kanë marrë përsipër angazhime konkrete për të avancuar barazinë gjinore dhe për të fuqizuar rolin e grave në jetën publike dhe institucionale. Hapi i radhës për Bashkinë Vlorë do të jetë hartimi dhe miratimi i planit vendor të veprimit për barazinë gjinore, që do të mbështeten në praktikat më të mira evropiane, me synim për të siguruar burime të dedikuara llogaridhënie të qartë dhe një angazhim të qëndrueshëm për barazi të plot gjinore në qytet.